Zoti Gruda, u bënën tash sa muaj që shkoj me pyetjen e parë. A jeni numër sa i përket deputetëve edhe çka do ndodh nesër, se ky 40 orë që u boj famshëm. A pritni si nesër ka me pas zgjedhje epilogi kryeparlamentarit? A ka ndonjë ndryshim? A ka ndonjë informat? A ka ndonjë gatishmëri? A ka ndonjë bisedim se prej minutë në minutë çdo herë po ndryshon situata dhe gjendja? Po, faleminderit Fidana njerë për ftesën. Fatkeqësisht janë bërë disa muaj që Kuvendi i Kosovës nuk arrin të konstituohet, janë bërë 15 mbledhjet kuvendit, në cilat kanë ndodhur një rutinë e cila na vënon në pozicion vështirë jashtëzakonisht shumë gjithë neve, sepse janë bërë 15 mbledhje kur lëvizja vendosë insiston në propozimin e vetëm një kandidati. Në këto kushte, kuvendi është bloku dhe konstituimi i kuvendit është bloku për arsye të një emri të përvetshëm, Albulena Haxhiut. Asnjë tjetër, do mendoj që duhet me u thonë situata siç është. Është një situatë tepër e vështirë për secilin prej nesh, por ne nuk mund të lejojmë që të vendoset diktat mbi votën tonë, sepse vota e deputetëve është e lirë dhe nuk mund vendoset diktat. Nesër është mbledhja e 16 duket me radhë, por nesër ka dhe një zhvillim, ka një takim të presidentes me kryetarët e partive politike, të cilin ne kemi mirëpritur dhe jemi përgjigjur, sepse duam të vazhdojmë atë përkushtim që kemi thonë nga fillimi, përkushtimin tonë për të përgjigjur çdo ftesë, nga çdo lider politik, e cila ka për qëllim zhbllokimin e situatës së formimit. E përmendet një emër përvetshëm. Ju po thoni si shkaktar kryesor rrezikse e bllokata është emri Albulena Haxhiut. Pse duhet të qenë problem emri një gruaje, i një deputetje, i dikujt kur Albulena Haxhiu më qenë pengesë për partitë politike? E pora një konkrete. Unë njën më ofër, ju më ballafasu shpesh me të në emision, a di më peshtroj si pyetje, pse duhet më qenë problem emri i një deputeti, një gruaje si Albulena Haxhiu më qenë kryeparlamentar? Po, unë mendoj që e para duhet ta sqarojmë këtu nuk bëhet fjalë për konsiderata personale. Nuk ka lidhje me personin, ka lidhje me ato që përfaqëson në politika jo. S'un kam pa tentime edhe me lidhje me gjinin e kështu, nuk ka lidhje me cilësitë personale të personit. Nuk ka këtu të bëj me personin Albulena Haxhiu, ka të bëj me politikanin Albulena Haxhiu. Politikani Albulena Haxhiu është e papranueshme me konkretare e kuvendit. Se, Grud? Për disa arsye, mund t'i numëroj disa. E para, sepse është një figurë që nëzit përqarjen s'kenë në politikët Kosovës. Vazhdimisht. Polarizimi nuk e ka pru Albulena, polarizimi është tash e Sovjet. Albulena Haxhiu është një nga personat që ka hedhur gaz lëcellës kuvendin e Kosovës. Kanë hidhë të tonë aty. Po vlas një nga personat kryesor. Po marr argumentet me rasë, më pyete pse. E dyta, ka dështu, si që dini në reforma drejtësisë, cilat unë i kam ekspozuar disa herë dhe në emisionet e kjo. Ka dështu në Veting, ka artu disa ligje që në shpallë ju kushtetuse dhe tash donë të vyjet në kryet e institucionit që ka miratu kushtetutën e Kosovës, kuvendit Kosovës. Tash jemi në pozicion kur shoqëria kosovare, politika kosovare përgjithsisht, duhet zgjedh midis Albulena Haxhiut dhe institucioneve dhe shtetit Kosovës. Albulena Haxhiu është guri themelor i pengesës për me themelu institucionet e Kosovës. Tani ne mendojmë që kur jemi në situatë, ashtë Albulena apo zoti Kurti? Ajo është vetëm për po. Ne jemi në situatë kur është një renon Albulena Haxhiu, emri përveçëm i një politikanie, dhe është në anën tjetër shoqëria kosovare dhe qytetarët e Kosovës që presin që të themelojnë institucionet e Kosovës, në mënyrë që të fillojmë me u marrë me hallet e qytetarëve se për ato jemi votu. Lëvizja vendosëse ka vendosur që të insistoj pafundësisht në mënyrë totalisht absurde, jo kushtetuese, në një emër të përveçëm. Për vetëvendosjen, kjo është qëndrueshmëri. Por për mu, kjo është dobësia themelore e vetëvendosjes. Insistimi i vetëvendosjes vetëm në emrin e Albulena Haxhiut tregon dobësinë e saj, tregon papërgjegjësinë dhe jo qëndrueshmërinë e guximin. S'pedi e ke pa dje një video e cila qarkullon? Është deputet tjetër i cili është shumë adekuat për të qenë kryetar kuvendit se sa zotëri Veseli, por edhe po pse do duhej që kryetari kuvendit të saj ose askush tjetër. E dërgon si pyetje para sa vite kur propozoi zoti Veseli, thotë zoti Kurti në emision debaton Haxhiu këtu në klanë zonë e debatit, thotë që pse duhet më qenë kadri Veseli e dikush tjetër. E vërteta është Fidan që zoti Kurti nuk mban mend as çka ka folë as çka ka premtuar. Nuk qëndron sot Albin Kurti nuk qëndron për asnjë prej gjërave që i ka thënë. Ja kjo është një demant i qartë. Para 10 vjetëve ka thonë që nuk mundemi pengi një emri të besim, sot kërkon që të besim peng i një emri të vetëm. Tani shoqënia kosovare, si se thash, është politika në Kosovë, është në një blokad sepse insistohet në një emër të përveçëm. Qytetarët e Kosovës e kanë votu lëvizjen vendosëse si parti të parë, me provu me gjetë zgjidhje për problemet e tyre.
Cilat janë sot problemet e qytetarëve? Janë çmimet e larta, është energjia, çmimi i energjisë shumë i lartë, 18%, janë rrogat e ulta, është izolimi ndërkombëtar i Kosovës. Këto kanë qenë temat themelore të debatit në zgjedhjet e kaluara. Këto janë çështjet të cilat qytetarët e Kosovës presin me u adresu nga institucionet e reja. Albin Kurti, veç një fjalë, Albin Kurti sot ka veç një hall dhe vendosja. Si me bë Albulena Agjiun kryetare. Ne mendojmë që Kosova ka halle të tjera. Pse është halli? Pse është ky hall? Po thoni që është diçka, pse është kjo tendencë? Pse është kjo vetëm te emri i Albulenës? Pse zoti Kurti po do vetëm Albulena Agjiun? E para, sepse zoti Kurti nuk don me u sjell në mënyrë kushtetuese dhe politike. Pse? Kjo është sjellje dhe jo politike. Pse është sjellje jo politike? Sepse politika si profesion, po dhe si zanat, si me thonë, është kërkon kompromisin. Kur ti nuk i ke votat, i ke 48 deputet, Lëvizja Vendosje ka 48 deputet. Për një bo 61, i duhet bashkëpunimi me tjertë. Qa kemi thonë atjertë? Në atjertë nuk e kemi lojen që ka lujt vendosje dikur, që nuk votën të asë një kandidat për dëkës. Na kemi thonë, e drejta për me propozu, i takon Lëvizja Vendosje. Ne do të votonim një kandidat tjetër të VVS, jo këtë kandidat. Kam për shembull. Na kemi vendosur. A keni ndaj emër për shembull propozues nëse jo Albulena, kon e vot, kon kështu si PDK. Ne nuk kemi emër, por kemi një parim. Parimi jo në ky, Fidan. Ne kemi thonë, meqense është drejt ekskluzive VVS me propozu, ne nuk i imponojmë propozimin. Por që kemi thonë, na kemi vendosur për shembull një parim. Kemi thonë, kushdo që ka qenë ministër në qeverin Kurti, ne nuk e votojmë. Pse? Sepse mendojmë që i kanë shkaktuar Këshia e Kosovës për 4 vjet. Edhe nuk do të më shpërbly me një post edhe më të lartë. Këto janë kushtet e PDK-s. Kushti i parë. Emri që del jashtë listës ministrave, kushdo tjetër duhet të hudhet në votim dhe ta shohim nëse i ka votat. Por ka për shembull grupe politike si AK-ja që kanë propozuar edhe emra. Edhe emra. Do më thonë, ju s'kishim me pas problem si PDK me votu dikon tjetër nëse nuk është i këtyre kushteve t'ju janë. Absolutisht jo. Votonim një kandidat tjetër për me zhblloku procesin e konstruimit. Ju thatë është vidh ngusht me këtë temë. Ne pam çka ka folë para Sovjetit zoti Kurti pikërisht kur propozoi zoti Veseli për ky parlamentar. Pse po insiston vetëm te Albulena Agjiu? Insistimi te Albulena Agjiu tregon dobësinë e Lëvizjes Vendosje. Lëvizja Vendosje nuk i ka votat me themelu qeverinë e Kosovës, edhe po don me siguru ato vota nën diktat. Nën diktat. Nëse kjo kështu është kështu, atëra po bini Kurtin e zotit Kurti. Jo. Se ju nuk pja votoni mundësin, mja kalu edhe më pas që nuk i ka votat,